që ne u gjetëm duke lëvizur nga qytetet ndryshme të Shqipërisë për të grumbulluar shumica e familjeve pas viteve 90-ta në Tiranë. Filluan gjithë tonin jemi nga Tirana. Edhe u bë kështu si batut që është nga ai filan vend po thotë që është Tiranë, po tiranësit e vërtet janë shumë pak, janë njihen me emra, me mbiemra të cilat janë. Edhe unë doja të bëja të kundërtën, edhe nuk doja ta humbe identitetin tim në këtë masivizim të bërit të gjithë të trendit, të bërit të gjithë nga Tirana, dhe gjithmonë kam thënë që janë dy brane dhe vazhdoj ta them. Dhe në vitin 2015 për të kulminalizuar, le të themi, këtë rrugtimin tim në gastronomi, unë marr pjesë në një garë kuzhinierësh, MasterChef, ka vite që nuk bëhet më, në edicionin e dytë. Dhe pas asaj, sigurisht u hapën shumë dyer, shumë perspektiva të reja, edhe unë fillova të rimendoj identitetin tim profesional, pasi unë kam përfunduar juridikun, kam një master në diplomaci. Mirë po kjo ishte një lloj kënaqësie dhe një lloj arti, kur njerëzit ushqen me art, unë ushqesha me kuzhinë, dhe fillova ta rimendoj veten. Kështu që në kuadër të post MasterChefit, le ta quajmë. E MasterChefi a ishte stresuese, nganjëherë duket që është garë shumë stresuese, ka disa persona që e akuzojnë pastaj edhe nëpër botë, domethënë që shumë ka konflikte mes personave që ndihen të shtypur, të keq trajtuar, të stresuar. Është një reality show, si reality show që kemi ne tani, që edhe janë shumë të shikuara, ka presion, patjetër, ke presionin e kohës. Unë nuk kisha as eksperiencë televizive, as eksperiencë në kuzhinë. Domethënë ishin dy mangësi që e bënin atë eksperiencë për mua relativisht stresuese. Po të kisha shkuar tani, do ta kisha shijuar 100% më shumë. Siç është ajo shpreha, sikur të kisha mundësinë të bësh anons edhe një herë, do ishte ndryshe, por ka qenë një eksperiencë shumë formuese, më hapi padyshim dyert e televizionit, unë zbulova veten dhe ridimensionova veten në komunikim, dhe patjetër më hapi dhe dyert e gastronomisë. Dhe pas kësaj, disa projekte të vogla më sollën shpesh në Prishtinë, ku unë njoha dashurinë e jetës në Prishtinë, dhe që nga ai moment, pra 2015-ën, rreth një vit e gjysmë ishin në këto përpjekjet tona të vendosim ku do bëhemi bashkë, dhe për mu nuk ka pas asnjë moment dilem. Unë doja që të vija dhe ta provoja të jetoja në Kosovë, edhe pse vi po ashtu nga një familje që na ka ushqyer me nacionalitet pozitiv, edhe gjyshi im për kuriozitet, gjatë luftës së dytë botërore ka shërbyer një periudhë kohe në Pej, dhe e kisha këtë mendimin ta vazhdoj dhe unë traditën e gjyshit, po shkoj të punoj. Në fakt, iniciativa ka qenë që unë të vija të punoja këtu për një projekt, dhe pastaj projekti nuk u bë, po u bë martesa ime me Edin, kështu që ne jemi bashkë tani prej 10 vitesh që unë jetoj këtu, edhe kemi një vajzë.